Përshëndetje shenja e Briciapit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavën 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi diellin, 3 shpatat, të dashuruarit, 2 shkopinjt dhe 6 kupat, të cilat ranë të dyja së bashku njëkohësisht. Atëherë në sferën personale, ju duket se hyni në këtë javë me një ndjesi të fortë ndërgjegjësimi. Dielli tregon se jeni duke parë shumë qartë lidhjet tuaja të brendshme, të cilat mund të jenë dëshira, frikëra dhe modele që ju tërheqin si magnet. Ka diçka që ju tundon, ndoshta një marrëdhënie, një kujtim ose një mënyrë jetese, dhe ky tundim ju vë përballë vetes. 3 shpatat tregon se nën këtë tundim fshihet një plagë e vjetër. Kjo plagë nuk është aty për t'ju dobësuar, por për t'ju zgjuar. Kur ajo qëndron pranë të dashuruarve, pra kartës së të dashuruarve, bëhet e qartë se kjo javë ju vendos përballë një zgjedhjeje thelbësore emocionale. Pra, të qëndroni në një cikël të njohur apo të zgjidhni një rrugë që kërkon guxim. 2 shkopinjt dhe 6 kupat tregojnë një dialog të vazhdueshëm mes së kaluarës dhe së ardhmes. Pra, kujtimet ju thrasin, por ambicia ju shtyn përpara. Si këshill nga kartat, unë do të përcjellja që të pranoni tensionin mes nostalgjisë dhe rritjes. Nuk keni nevojë të mohoni të kaluarën, vetëm ta vendosni në vendin e saj. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 6 shpatat, 9 shpatat, 4 monedhat dhe asin e kupave. Në familje duket se ju kaloni nga një periudhë ankthi drejt një zbutjeje graduale. 6 shpatat tregon largim nga tensioni, 9 shpatat sugjeron shqetësime të pashprehura, ndërsa 4 monedhat tregon mbrojtje emocionale. Asi i kupave sjell një valë të re ndjenjash, është një mundësi për të filluar nga e para në mënyrën se si lidheni me familjen. Pra, hapni zemrën me hapa të vegjël. Siguria ndërtohet përmes sinqeritetit të butë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi budallaj, as i shkopinjve, magjistari dhe 5 shkopinjt. Dashuria është epiqendra e këtij leximi. Këtu ndodhet transformimi juaj më i madh. Budallaji ju vendos në prag të një fillimi të pastër. Ai nuk flet vetëm për një person të ri ose për një fazë të re. Ai flet për një version të ri të vetes suaj në dashuri. Ju jeni duke hequr një lëkurë të vjetër emocionale. Mund të ndiheni të ekspozuar, por edhe të gjallë. Kjo është energjia e besimit, të ecni përpara pa garanci, por me shpresë. Karta e asit të shkopinjve ndes një pasion të fortë. Kjo është një tërheqje që nuk është vetëm fizike, është edhe krijuese. Ju mund të ndjeni një zjarr që ju shtyn të veproni, të afroheni, të eksploroni. Është një energji që kërkon shprehje. Nëse shtypet, kthehet në frustrim. Nëse kanalizohet, bëhet burim lidhjeje në më e thelluar. Pra, në qendër qëndron magjistari. Kjo është karta juaj e fuqisë personale në dashuri. Ajo thot, ju po krijoni modelin e marrëdhënies suaj përmes vetëdijes. Pra, çdo fjalë, çdo reagim, çdo qëllim që vendosni është një farë. Nëse hyni me frikë nga humbja, do të krijohet tension. Nëse hyni me qartësi dhe vetbesim, do të krijoni stabilitet. Pra, nëse hyni në një marrëdhënie, kam fjalën. Më pas kemi 5 shkopinjt. Kjo është karta e fërkimit, kur 2 energji të forta takohen, lind ndonjëherë edhe tension. Pra, këto nuk janë me patjetër grindje destruktive, por shpesh janë prova se secili po përpiqet të gjejë vendin e vet brenda një marrëdhënie. Është proces i negocimit të kufive, dëshirave dhe ritmit. Pra, me pak fjalë, ju jeni në një fazë ku dashuria ju kërkon të rrezikoni,
dhe të rriteni njëkohësisht. Është një fillim i zjarrt që ka potencial të madh, por kërkon maturi emocionale. Konfliktet e vogla janë pjesë e kalibrimit. Nëse i trajtoni me respekt, ato bëhen ura mirëkuptimi. Ka edhe një temë më të thellë, do të thoja unë, duket se ju po mësoni të dashuroni, por pa humbur identitetin tuaj, sepse budallai ju jep guximin për t'u hapur, magjistari ju jep mjetet për të komunikuar, për të manifestuar, dhe 5 shkopinjt ju mësojnë juve si të bashkëjetoni me dallimet. Do të shtoja gjithashtu që të mos hyni në debat për të fituar, hyni për të kuptuar. Ruani, domethënë, vërtetësinë tuaj, sepse loja dhe humori ndonjëherë janë ngjitësi i kësaj lidhjeje. Flisni qartë për dëshirat tuaja, pa frikën se do të gjykoheni. Kur lind tensioni, pyesni veten, çfarë po përpiqet të më mësojë kjo situatë për veten dhe për personin ose partnerin kë keni përkrah vetes. Pra, duket se kjo javë mund të shënojë një moment kthese në mënyrën se si e përjetoni dashurinë. Kalojmë në punë. Në punë kemi faqen e shpatave, 10 shkopinjt, 8 kupat dhe mbretëresha e kupave. Në punë ju duket se jeni duke vëzhguar dhe rishikuar me faqen e shpatave, sepse kjo kartë tregon analizë të mpret, është vëzhguese. 10 shkopinjt tregon lodhje nga mbi ngarkesa, 8 kupat sugjeron një dëshirë për të lënë pas atë që nuk ju ushqen më. Ndërsa mbretëresha e kupave ju thërret të dëgjoni intuitën. Si këshill nga kartat, unë do të përcjellja që të vendosni kufi dhe të kërkoni kuptim. Mos sakrifikoni mirëqenien për detyrën. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi Hunger, uri. Hunger është forca shtytëse e kësaj jave për ju. Është uria për jetë më autentike, sidomos në dashuri. Paqim!